Mirëmbrëma dhe një përshëndetje të përzemërt ju dhe të gjithë shqiptarëve dhe njëherë ju uroj gëzuar Bajramin, ditën e sakrificës, ditën që frymëzon çdo njeri për sakrificë në emër të të mirës, të arritjes. Por unë në këtë mbledhje të rëndësishme, e cila do miratoj ndryshimet statutore, e cila do miratoj listat, propozimet për Këshillin Kombëtar, do miratoj grupin që do drejtoj Kuvendin. Pra, është një mbledhje me vendime shumë të rëndësishme. Ne finalizojmë me Kuvendin tonë kombëtar procesin e zgjedhjeve në Partinë Demokratike dhe sankcionojnë bazat për një transformim të vërtet të Partisë Demokratike. Transformim I cili para kupton apo nën kupton ripërtritjen e forcës tonë politike. Nën kupton organizim për këtë forcë. Nën kupton modernizimin e saj. Dhe e fundit dhe më rëndësishmja, nën kupton përpunimin e vizionit të kësaj partie, në këto shtylla, Partia Demokratike do të arrijë atë transformim të domosdoshëm për përmbushur një mision historik të saj. Dhe misioni historik I Partisë Demokratike është rikthimi I votës lirë të qytetarëve shqiptar dhe rikthimi I Partisë Demokratike në pushtet. Në të gjithë këto përpjekje, ne synojmë të angazhojmë, të mobilizojmë çdo potencial për përmbushjen e misionit tonë të vështirë. Në këtë udhëtim, ne mbështetje më kryesore kemi lirin, demokracin e kësaj partie, konsultën me antarësin, ripërtritjen e saj të fuqishme, me antarësime të reja, ripërtritjen e saj në të gjitha nivelet,